Mirëmbrëma shqiptarët e mi. Mirëmbrëma kryeministër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Ja, ky tha që është djali mirë shumë. Ky visi ti e gaztari rrallë. Va, e di. Ti ke merita të jashtëzakonshme. Për ty kam folur edhe me Donald Trumpën. Do e marrësh Amerikën? Ka folë një ditë se pa e dëgjosh edhe unë. Më ka dëgjuar edhe ky, edhe kemi bërë muhabet edhe i kam thënë ai gaztari është i sqaruar shumë. Po profesor, po unë apo s'ka gjë? Po ti si bëre kompliment, maj? Ti pse më bëre kompliment? Edhe si e gjë. Megjithatë je intelektual edhe ti. Se rri me mua. Edhe se rri, më thuaj me kërri dhe them cili je. Në fund të fundit. Rej është kot fare Rej. Ai është aty ai. Jo, nuk është, ka vajtur deri diku. Nuk është aty, atë do ta arrestojmë. Të dashur shqiptarët e mi. Tash ishte zhveshur. Unë u bëj thirrje të bëni durim. Pa. Bëj durim. Shumë shpejt. Qeveria e re është gati. Me ditë. Me ditë, ky thot me ditë, unë them me minute. Thash se do arrestoj Rama, po. Pa. Rama është i mbaruar i arrestuar. Ai është në burger ti. Po ai i kanë prerë edhe dënimin për shpërdorim dyre. Çfarë thua? Edhe është brenda. Jesh janë duke ndru qarqaftë e qelis që mos ketë kështu për. Aha, po i bëj dhomën. Tashi, Sali Brisha dhe Adriatik Lapaj nuk din qysh hidhet Rama. Ramën vetëm mundi ta hedh. Ai s'nes na e sot. Ose unë kur jesha i ri, unë që jesh në Amerikë, në high school, unë atje bëj një mundje edhe kish një ca stile që hidhjam të tërë në tokë. Me suplex. Me duplex. Jo mundje romake, ç'a quhet? Jo mundje romake, me po stilin tuç. Është do ta hedh tuç. Ka qenë në Amerikë, jo në Itali. Kam qenë në Amerikë, brenda, në New Jersey, edhe aty kam mësuar goxha stile. Megjithatë, unë do ta hedh Ramën shumë shpejt. Shumë shpejt unë do veten në kryeministria. Edhe kryeministria do jetë juaja. E jona. Jo e këtij, jo ne. Më fal, do na lejosh të vëmë tek ai kopshi jetën dhe ne? Po, atë do ta hapim me qira, do ta bëjmë qendër tregtare. Të shite kështu gjëra të shtrenjta. Suvenira, mish i legu, mish pate, vez bio, mjalt, pa sheqer, pa hile me laf, me blet që kullosën në natyrë. Edhe kockat, po ti zish janë të mira për kockat. Po që ty hash lengun e mishit. Profesor, na shpalos në një gjë nga ajo detyra, si thon nga programi juaj detyra. Programi është i bërë. Futua mish i legu. Jam këtu me Ministrin e vendeve të punës. Sekretari i vendeve të punës. Ne kemi disa sekretari. Aha, ky merret me vendet e punës, me punësimin apo me çfarë?